Një 44 vjeçar i shpallur në kërkim përfundoi në prangat e policisë së Shkodrës i akuzuar për kultivim të bimëve narkotike. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në komisariatin e Shkodrës në bashkëpunim me forcat shqiponja dhe ato operacionale kapen dhe ndaluan 44 vjeçarin Gjovalin Guri banues në Grut të Re, i cili ishte i shpallur në kërkim pasi gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë, arrest në burg për veprën penale, kultivimi bimëve narkotike. Nga hetimet dyshohet se ky shtetas ka kultivuar në fshatin Prekal në njësinë administrative të Posribës 90 bimë narkotike, të cilat janë gjetur dhe asgjësuar nga shërbimet policore gjatë kontrolleve të ushtruara në vitin 2021. Në momentin e ndalimit gjatë kontrollit në çantën e këtij shtetasi u gjet një mjet prerës thik që u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Dosja hetimore në ngarkim të tij ka kaluar prokurisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.